Mirë se erdhët në këtë tjetër hapësirë të Vila 24. Në fakt, nudoja artistike në çdo kohë është mjaft provokuese, aq më tepër kur ajo vjen në funksion të së bukurës, në funksion të estetikes, larg banales, dhe kur ajo vjen në përputhje me këto tre parametra, është akoma edhe më admiruese. Artisti dhe fotografi Armand Sallabanda është në këtë hapësirë të Vila 24 për të folur për nudon artistike. Ai gjithmonë ka mbushur, le të themi, një vend bosh në artin bashkëkohor të fotografisë. Të flasësh që në këtë moment, le të themi, në paradite, në këtë orë të ditës për nudon, ndoshta është pak e tepruar, por ajo ka element shumë estetik, shumë të bukura për të dhënë dhe mesazhe, apo jo? Përshëndetje një herë, mirë se erdhe Armand. Mirë dita, të falenderoj për fjalët e mira. Do doja ta nisja me një shprehje që e kam lexuar në rrjetin tuaj social dhe që e keni cituar nga Helmut Newton, që shpreheni një fotografi e mirë që ndron në kokë, jo në aparat. Nga kjo doja të nisja këtë bisedë. Po kjo është shpesh edhe leksioni i parë që unë jap në përgjithësi djemve dhe vajzave të rinj që fillojnë fotografinë, sepse shumë e rëndësishme të kuptojnë që nuk është gishti që bën fotografinë, por është ajo që ne kemi në kokë. Ai imazhi që ne kemi në kokë dhe e përcjellim nëpërmjet fotografisë. Kështu që Helmut Newton, që është një mbreti i nudos, mund të quhet i epokës moderne, ka thënë një shprehje me vend, nuk është ajo që neve mendojmë, mënyra se si neve i shohim gjërat, ajo që ka rëndësi. Nuk është një gjë që ka të bëjë me diçka mekanike, pra është një gjë shumë empatike, shumë që ka të bëjë dhe që ka të bëjë shumë me personin për cilin bëhet fjalë, për subjektin, por mbi të gjitha dhe për vetë artistin që shkrep foton. Nudoja në Shqipëri, ato modele ndoshta që janë marrë për t'i fotografuar, ka një datë të caktuar, një periudhë të caktuar kur ka nisur? Në Shqipëri. Kam përshtypjen se ka pak kohë, le të themi, fotografia nudo, e realizuar nga fotografët shqiptar. Unë do doja vetëm një parathënie të shkurtër në lidhje me nudot artistike. Sepse nudoja artistike është një vazhdimsi e nudos që është në pikturë, që njihet, ose në skulpturë, që njihet, po aq sa njihet njerëzimi, domethënë është një pjesë konstante e historisë njerëzimit dhe historia e artit. Dhe nudoja është një nga zhanret që janë gjithmonë prezente në këtë histori arti. Në Shqipëri, për sa i përket historisë fotografisë, ka qenë gjithmonë, dikur e fshehur, dikur më pak e fshehur, por ne kemi, pavarësisht se nuk kemi shumë fotografi të Marubit edhe të fotografëve të tjerë të viteve 800, prap ka disa, kemi një lloj trashëgimie modeste në lidhje me këtë, po që po e marrim që nga Marubi, në historinë e fotografisë shqiptare, që nga Marubi, më fali, ka pasur tentativa gjithë modeste në kontekstin e Shqipërisë së asaj kohe, që nuk është, që është shumë e vështirë edhe tani, nuk është se është më kollaj. Nuk është se mentaliteti ende i hapur që këto nudo që dalin mund të shihen pa një lloj problemi ose një lloj parajgjykimi. Fotografia nudo është një formë prestigjioze e fotografisë. Pra nuk është për çdo. Dhe nuk mund të, jo çdo fotograf mund ta realizojë, se mund të ketë dëshirë, sepse është një nudoja ka gjithë intrigën, ka kuriozitetin, ka sharmin, ka elegancën, ka sensualitetin, pra është një subjekt shumë i bukur për të fotografuar, prap nuk është për çdo, sepse kërkon një lloj kulture të caktuar, një lloj mentaliteti të caktuar dhe nuk është për çdo dhe në lidhje me artdashësit. Pra jo të gjithë, sidomos në një shoqëri me këto problemet që ka shoqëria shqiptare, është pak një revolucion i vështirë ky që po ndodh. Në fakt, me kaq sa ju folët, kam përshtypjen se vija që ndan, le të themi, nudon artistike nga ajo banale, është shumë e hollë. Sa e vështirë është që të mos e prekësh këtë lloj terreni, që të paraqesësh një nudo artistike dhe jo atë banalen që ndoshta nuk e pëlqen syri. Ka pasur, për ta lidhur me atë që thash më përpara, në lidhje me historinë e fotografisë shqiptare, ka pasur shumë tentativa dhe në kohën e komunizmit tentohej gjithmonë. Është një zhanër që është i pashmangshëm, sidomos nga fotografët. Një fotograf i mirë është gjithmonë njëri kurioz, tenton të jetë kurioz ndaj natyrës njerëzore.
Kështu që është e pamundur që mos të fotografoj dhe një femër nudo, po them një femër, po që mund të ketë edhe meshkuj që pozojnë nudo. Megjithatë fotot nudo të femrave janë më provokuese, kanë shija estetike më... Unë jam gjithmonë partizani i kësaj. Unë them gjithmonë që natyrisht femra është gjithë ajo bukuria dhe sofistikimi që unë personalisht gjej, ke një subjekt nudo. Por të njëjti zhanër është përdorur për shembull në Akademinë e Arteve, ku bëheshin piktura me një subjekt nudo dhe në kohën e komunizmit. Pra nuk është se është bërë merreshim në prisi persona që kishin nevojë për pak para dhe pikturoheshin nga po këto kanë vazhduar edhe në vazhdim të akademisë. Në fotografi koha e ekspozimit, pra nuk është aq i gjatë sa një pikturë. Pra një subjekt nuk do të rrihet gjatë. Çfarë ndodh? Ndodh që në fotografi pikërisht sepse është shumë e shkurtër, nuk mund fotografia të kopjoj pjesën sepse është tentuar në fillimet e fotografisë, e cila lindi si nevojë e pasjes së imazheve, në fillim filloi duke kopjuar pikturën, pra ato pikturat e famshme të tipit La Maya desnuda e Goyas ose pikturat e famshme nudo të Picassos por ngjanin qesharake. Atëherë fotografia ka një mënyrë tjetër të saj. Mund t'i japësh edhe elemente të tjerë. Mund t'i japësh edhe elemente të tjera, të cilat sofistikohet dhe pastaj me zhanere të tjera që ka. Natyrisht revistat sot janë plot me fotografi nudo, po të shohim Vogue. Kopertinat krijojnë impakt në publik. Nudoja shet, po ka një nudo që është komerciale, ka dhe një nudo që është artistike. Nudo artistike ka gjithmonë një element të fshehur, ka gjithmonë një element misterioz, nuk tregon çdo gjë. E kuptoj. Ndërsa tjetra? Për shembull këto nudo që ne shohim në ekran. Çfarë shprehin? Kanë një lloj... Këto janë nudo artistike, domethënë sigurisht. Është pjesë e trupit njeriu që ka kontaktin me natyrën, ose nuk e di, kjo më duket se është Angela Martini? Po, më duket se po. Është gjithmonë pjesa e sensualitetit femëror, ajo që duhet të glorifikohet. Janë format kjo është Monica Bellucci, që është në librin e saj që ajo ka publikuar. Pse gjithmonë, le themi, figurat VIP, duke shfaqur asetet e tyre, duke pozuar nudo, kanë një lloj impakti më të madh në publik, sesa një trup femre me një lakuritësi të tillë apo me një nudo të tillë, që nuk është shumë e famshme. Mirë, po bërë në kuriozitet sepse... Po femra njësoj është bukuria estetike, fotoja artistike, mund t'jetë realizuar njësoj. Atë momenti që pam tek Monica Bellucci apo te Angela Martini, nëse do ishte një femër tjetër, ka më shumë këshëri për figurat publike? Po ka më shumë këshëri ke Monica Bellucci. Angela Martini është modele, është pjesë e punës saj të pozoj dhe nudo. Domethënë, një modele këtë ka, pavarësisht për te zgjuarësisë së saj ose për te karakterit saj që me siguri e ka, një nga pjesë të themelore të qenit modele është dhe të pozosh në një foto pak më sensuale ose ku ka një nuditet më të theksuar. Kështu që Monica Bellucci është aktore, pavarësisht se ka lindur dhe ajo si modele, është një aktore afirmuar, natyrisht ka shumë të tepër kuriozitet. Unë e kam librin ku ishte fotoja, më dhuroi me më për ditëlindje, edhe aty 90% aty janë një listë artistësh fotograf që e kanë fotografuar, nga të cilat foto, po themi 80% janë foto nudo. Mandi, po femrat shqiptare, qoftë ato VIP, le të themi të njohura, figura publike, qoftë edhe persona të thjeshtë, kanë komplekse, le të themi, përballë aparatit tuaj, ju keni realizuar me mira ndoshta foto nudo? Femrat shqiptare kanë një fat madh që bëjnë pjesë në këtë zonën gjeografike ku jetojmë neve, që do thotë femra shqiptare është një femër mesdhetare, është pasionale, është tmerrsisht e bukur, është gjithë karakter, ka shikimin, se diferenca midis fotografisë banale dhe asaj artistike është që vërtet ti ke një subjekt nudo aty, po ajo që ti kërkon është shikimi i saj. Dhe kjo është një gjë që jo të gjithë e vënë re. Pra, nuk është vetëm trupi i saj që është lakurisia e saj, por është mbi të gjitha marrëdhënia që ajo ka me aparatin, ose ajo çfarë përcillet tek fotografia. Femrat shqiptare kanë këtë pasuri të madhe, kanë të gjithë atë sharmin, elegancën, janë
kanë gjithë bukurinë e mundshme, kështu që janë dhe më të kollajta për të fotografuar, janë dhe më ekzibicioniste, që nuk është një fjalë keqe, këtu do ta zhvesh nga konotacioni negativ. Kanë pjesën e ekzibicionizmit që është shumë e rëndësishme. Janë femra të ngrohta, janë femra dhe janë shumë të bukura. Femrat shqiptare janë me të vërtetë bukura. Çfarë duhet plotësoj, le të themi, ka disa kritere një femër e çfarë do lloj kategorie në kuptimin VIP mund të jetë një femër e thjeshtë për të realizuar, për të qenë pjesë e objektivit, le të themi duhet të jetë 1,90 e gjatë, mund të jetë shumë e dobët, për të shprehur një nudo artistike, siç ju e dëshironi. Nudot, po vetëm nudot, përgjithësi fotografia nuk kërkon parametra, gjatësi apo sepse në fotografi çdo gjë e tillë zhduket, pra humbet dhe nuk ka shumë rëndësi gjatësia e zëmë. Natyrisht pastaj secili fotograf sipas mënyrës vet kërkon një femër më me forma ose më me pak forma, varet si ka në filozofinë e vet. Renoir kishte një filozofi të vet për femrat, Helmut Newton kishte një tjetër, Picasso kishte një tjetër, Modigliani pikturonte femrat me atë qafën e gjatë ashtu. Secili ka filozofinë e vet. Unë jam pak a shumë ke pjesa e Helmut Newton që kërkon një femër shumë ose më mirë paraqet. Që ndoshta ka dhe një karakter të fortë. Shumë të fortë. Ai e thotë dhe në intervistat e veta që femra ime është një femër bionike, është një amazon, është një femër luftëtare, është një femër e cila po pushton botën. Pra është ajo femra shumë e sigurt, shumë e pavarur. Dhe këtë tentoj edhe unë të bëj natyrisht jo si Helmut Newton, po mundohem dhe unë të vendin tonë. Keni një muzë frymëzimi, cilën modele ndoshta të donit që ta zhvishnit, ta fotografonit nudo? Shkoj, një mashkulli nuk i bëhen këto pyetje, se një mashkull nuk ka një, ka disa. Kjo është çështja. Më thënë, Monika Bellucci... Jo vetëm në Shqipëri, kryesisht femra ndërkombëtare. Monika Bellucci, më përgjithësi mua, si që thash, që mua më pëlqejnë subjekte që janë me forma, që janë goxha mesdhetare edhe në karakter. Kështu që Monika Bellucci do ishte par excellence, do ishte një subjekt për të fotografuar, po jo vetëm për bukurinë e saj femërore. Se, për shkakun te ky shikimi që ka tashmë te kjo foto nudo, çfarë mund të shpreh, le të themi, Monika Bellucci në nudon e saj artistike? Ajo shpreh një sensualitet që shumë pak femra ose modele ose artiste e shprehin. Dhe ka të gjithën ke shikimi, nuk e ka fare ke trupi. Pavarësisht. Dhe e çuditshme është që kjo është një nga ato fotot, unë sa herë e shfaq atë albumin e Monika Bellucci, kjo është një nga ato fotot që vihet re më shumë nga publiku femëror. Dhe ka sensualitet, gjithë sensualitetin është ke shikimi, sepse format trupore janë ato që janë. Ideja është mënyra se si e përcjell ti bukurinë tënde të jashtme. Dhe ti e përcjell në atë që nuk duket nga syt, atë që ti e ndjen. Që ti e ndjen nga gjithë imazhi që është aty. Shpeshherë jeni shprehur që fotot glamour janë ato që ju i mbizotëroni e mbushni aparatin tuaj. Në analizat të ndryshme që keni bërë mbi fotografinë dhe mbi nudon artistike, çfarë paraqet fotoja juaj glamour dhe ku ndryshon ajo nga fotoja nudo? Fotoja glamour riskon të jetë, ose më mirë riskon të jetë shumë erotike se sa fotoja nudo. Më erotike? Po. Në kuptimin e shikimit që thatë? Jo, nuk është, ajo pjesa e shikimit është pastaj pjesë dhe konceptit që ka artisti kur fotografon një subjekt femëror. Ideja është ke fotografia glamour është pajisur me aksesor tipik femëror, që mund të jetë lingerie, mund të jetë një detaje tipike që glorifikojnë akoma më tepër bukurinë femërore. Dhe se një figurë nudo është më pak provokuese. Shpreh më shumë, më pak provokuese. Është më pak provokuese, të paktën dhe në opinionin e shumë fotografëve, bile mbaj mend në një nga darkat që kemi bërë para ca kohësh, një nga fotografët shumë të famshëm këtu ke neve, po më thoshte pikërisht këtë, që kur kishte këtë subjektin duke e fotografuar me të brendshme ose me një element tjetër femëror, ishte shumë më intriguese se sa kur ishte nudo. Kur ishte nudo fare. Nudo fare ishte pa e zhveshur nga çdo lloj
kurioziteti. Kemi të bëjmë një nudo integrale, që më shpiku pak çfarë është nudoja integrale? Nudoja integrale është kur shfaqet komplet trupi. Në përgjithësi, unë mundohem të mos të jenë integrale, do më thënë të kenë një lloj elementi misterios dhe mistik aty brenda. Së ndryshe, mund të ishte një foto që mund ta bënte gjithkush. Dhe ta vendos këtë nudon në një kontekst të caktuar, që mund të jetë një kontekst intim femëror, në një dhomë, në një vend, në një një kombinat. Po, dhe e çuditshme është që fotoja ime, një nga fotot e mia më të famshme është një nudo, që unë s'kisha për ta besuar asnjëherë. Fotoja ime më e kërkuar është një nudo që është bërë brenda një gjeneratori. Brenda një gjeneratori. Po, është brenda një nudo integrale? Është një nudo integrale, pavarësisht se duket vetëm një pjesë e gjinjve dhe kaq, po subjekti është nudo. E qartë. Po nëse bëhet një krahasim le të themi mes nudos bardhezit, ne i ndoqëm disa prej modeleve që kishin pozuar nudo dhe nudot jo bardhezi. Cila shpreh më shumë mesazhe ose cila është më e bukur në fund të fundit? Unë tentoj gjithmonë të përdor një nudo bardhezi. Dhe për një çështje antikomercialiteti, që do thotë në përgjithësi dhe revistat janë revistat Vogue, Vanity Fair, Cosmopolitan, ose të gjithë këto revistat e famshme të modës tentojnë të bëjnë një fotografi nudo dhe me ngjyra për të shitur gjithsesi një element të caktuar ke ajo fotografi. Kurse artistët e mëdhenj, se kjo është diferenca që bëhet midis artistëve fotograf dhe fotografëve fashion të zakonshëm. Është diferenca që fotografia e artistëve është shumë më e sofistikuar, shumë më e komplikuar. Dhe Helmut Newton vetë thoshte që kur bëni një set fashion për një revist që ka një karakter komercial, mundoni ta zhvishni nga komercialiteti, pra të bëni ta sillni në një kontekst shumë më tepër artistik. Pavarësisht se doni në fund të shisni prap atë fustanin ose atë elementin femëror që është aty në fotografi. Kështu që kjo është diferenca. Fotografia bardhezi e bën dhe subjektin dhe atmosferën e zhvesh pak nga koha. Pra e bën dhe pak kohë. Qartë. Mandi, modelet tuaja që fotografoni janë persona VIP, janë njerëz të thjeshtë? Ka persona VIP, ka modele, shumica e modele, natyrisht. Pak persona VIP ka që ju i kërkoni, vinë tek ju, kanë dëshirë të pozojnë nudo për të patur një set, pse jo? Në përgjithësi nuk i zgjedh unë kë dua të fotografoj. Do të thënë nuk është se mund vinë shumë personazhe dhe shumë, po është një gjë tjetër. Nudoja kërkon kaca specifika të tjera. Kështu që jam gjithmonë unë ai që përzgjedh modelen edhe në varësi dhe të setit, në varësi dhe të asaj çfarë dua të nxjerr ose çfarë dua të them. Kështu që në përgjithësi jam unë ai që zgjedh dhe modelet dhe personat. E qartë. Në të gjithë historinë e artit botëror, femra është ajo që ka frymëzuar qoftë fotografët, qoftë artistë të ndryshëm, shkrimtarë dhe secili e shpreh bukurinë femërore, erotizmin e saj në mënyra të ndryshme, secili artist ka mënyrën e vet të punuarit. Deri më tani flasim për këtë lloj sofistikimi që e sjell dhe përmes jush si fotograf të nudos artistike, të fotove të nudos artistike. Ju i mësoni vetë modelet, Mandi, për të pozuar në forma dhe mënyra të ndryshme për të dhënë atë shikimin që u doni, dhe pyetja tjetër, do vi koha e nudove artistike mashkullore në Shqipëri? Po, mund të them këtë që pjesa e shikimit ka të bëjë me një fotografi nuk është thjesht një spektator që shkrep atë që ndodh aty para aparatit. Unë e them gjithmonë që një fotograf duhet të jetë një regjisor, që duhet modelja dhe modelja është aktoria, ose subjekti është aktori. Aktori duhet të bëjë atë që i thotë regjizori, që do të thotë mënyra se si përcjell gjëra duhet të jetë mënyra se si artisti do të përcjellë diçka. Kështu që kjo është e rëndësishme. Në të kundërt, për shembull Marilyn Monroe seti i fundit që ka bërë ka qenë një set nudo që ajo ka bërë me Bert Stern pak kohë më pas e vdiq, edhe
Bert Stern tregon se si ajo loste para aparatit. Pa ajo ishte Marilyn Monroe dhe kishte këtë ekzibicionizmin e theksuar dhe çdo foto e bënte vetë, pra fotografi nuk ishte i forcuar për t'i treguar se çfarë të bënte. Marilyn kishte atë sensualitetin natyral që nuk e kishin pak femra. Dhe kjo është diferenca, kurse dhe për të nënvizuar këtë që të gjitha femrat e kanë atë sensualitetin aty, është një gjë që është në gjenezën e femrës, është në ADN-n femrore, sepse femra josh, një mashkull nuk josh. Femra ka dhuntin të joshi, ne meshkujt jo. Ne jemi shumë më rustik dhe shumë të thjesht në këtë sens. Kështu që kurse pjesa e dytë, mendoj që ka tentativa dhe të meshkujt, ke neve, nuk është se s'ka. Ka tentativa, edhe në këtë fush. Mandi të falenderoj që erdhe, në përgjithësi, le të themi, duke qenë se arti këtë do të evidentoj të bukurën dhe duke qenë se e bukura, le të themi, qëndron tek femra, pse jo, t'jetë ajo vepër e artit. Arti është glorifikimi të bukurës. Çdo formë tjetër për ta shndruar në një gjë që nuk është e gabuar. Dhe dua të theksoj që dhe kur vjen puna ke nudoja dhe ke zhanret të tilla, që akoma ka një problem në shoqërinë tonë dhe për t'u shijuar, se duhet një kulturë shumë e madhe për t'u shijuar, nuk është për të gjithë. Pra të gjithë puritanët ignorant duhet të rinë jashtë kësaj gjëje. Është për pak. Pra është edhe publiku i zgjedhur, po ajca edhe vetë. Absolutisht po. Okej, vetë subjekti. Mandi të falenderoj, të uroj shumë suksese në punën tuaj. Faleminderit dhe ju të nderuar teleshikues, shihemi pas pak.